Slogani mbro paratë tua, siguro të ardhmen tënde. Si vjet, është viti i 10 që Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Shoqatën Shqiptare të Bankave, Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, Junior Achievement of Albania, por edhe shumë partnerë të tjerë, organizojnë një sër aktivitetesh për të rinj. Banka e Shqipërisë ka ndërtuar strategjinë kombëtare të edukimit dhe përfshirjes financiare me synim rritjen e nivelit të përfshirjes financiare të popullatës në Republikën e Shqipërisë dhe rezultatet kanë qenë mjaft pozitive. Si referohemi vetëm vitit 2023, ne shohim që rritja e numrit të transaksioneve elektronike ka qenë pagesave elektronike ka shkuar në një nivel shumë të lartë, rreth 48 milion pagesa elektronike, me një rritje prej 24% me vitin e mëparshëm. E konsiderojmë shumë të rëndësishëm këtë aspekt të punës përbashkët në fakt që vjen sot në këtë fushat, e cila do të jetë një fushat javore intensive për sa i përket të gjithë atij aspekti dhe dimensioni që jo vetëm shoqëria duhet të mundet pra të përthith më shumë informacion sa i përket edukimit financiar, por edhe brezi i ri kërkon që të përthithet një informacion i rëndësishëm dhe të edukohet mbi ato aspekte që e aftësojnë atë për të përballuar dhe për të menaxhuar më mirë jetën dhe më mirë sfidat e të ardhmes. Emër të shoqatës së bankave, dua edhe një herë të jap mbështetjen e plotë të bankave në kontributin që ato japin për sa i përket edukimit financiar. Ky aktivitet për mendimin tim është shumë e vlerë edhe i vlefshëm për fëmijët, sepse ata sensibilizohen që në këtë moshë se si të fitojnë paranë, si ta kursejnë dhe si ta shpenzojnë atë me mençuri. Kështu që nisma ishte shumë e bukur, ne u përfshim me entuziazëm edhe me kënaqësi dhe fëmijët, edhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu sot. Na lindi ideja kur mësuesja na e prezantoi projektin. Unë bëra këtë projekt sepse ato kanë lidhje me paratë, që mund t'i mbrojnë paratë, por më e rëndësishme është banka që i mbron më mirë dhe nga çdo kusht tjetër. Ky ishte hera e parë që ne marrim pjesë realisht në konkurs i zhvilluar nga banka. Neve na pëlqeu e gjithë eksperienca që nga fillimi dhe që nga ideja, duke qenë sepse ne mund të shpalosim kreativitetin ton, sidomos në diçka kaq të bukur siç është media videografike. Gjithashtu ishte një temë goxha e prekshme dhe një temë e cila ne po shikojmë jo vetëm te prindërit tanë, te gjyshërit tanë, te miq dhe kudo përreth nesh dhe duhej diçka realisht që duhet përmendur. Tema që ne trajtuam ishte tematika për mbrojtjen e parës, pra mbro paranë tënde, sidomos nga mbashtrimet online. Që në momentin që u shpall thirrja, personalisht jam marrë me shpërndarjen e njoftimit, sepse e shoh shumë të rëndësishme angazhimin e të rinjve në edukimin financiar, dhe sidomos në gjetjen e mënyrave se si ata duhet edukohen me mënyrën e kursimit apo të sigurimit të ardhurave për jetën, por jo vetëm, por se ti kursejnë ato dhe din të menaxhojnë ato. Edukimi financiar është mjaft i rëndësishëm dhe është diçka në të cilën investon jo thjesht Banka e Shqipërisë, por edhe vendet mjaft të zhvilluara. Është një tentativë ose një përpjekje për ta pajisur individin me atë që quhet kulturë financiare. Pra çdo njeri të di, të ketë njohuritë e duhura financiare, të ketë sjelljet e duhura financiare, për të zotrojë edhe qëndrimet e duhura financiare, për të orientuar në këtë botë të sotme, cila është një kohë të zhvillim, dhe për të rritur mirëqenien me finalitet pafundor të rrisë mirëqenien e tij personale. Banka e Shqipërisë ka objektiv të rëndësishëm rritjen e kulturës dhe përfshirjes financiare të popullsisë shqiptare në tërësi.
Kjo jo vetëm për faktin se kultura dhe përfshirja financiare e ndihmojnë Bankën e Shqipërisë, ndihmojnë mirë funksionimin e tregut, sigurinë e familjeve, sigurinë e sistemit financiar dhe nëpërmjet këtyre ndihmojnë Bankën e Shqipërisë në kryerjen më të mirë, më të plotë dhe transmetimin e politikave të veta makroekonomike dhe financiare, por dhe për faktin se Banka e Shqipërisë është një institucion qendror me përgjegjësinë ndaj publikut dhe përpiqet që të rrisë nivelin e kulturës dhe përfshirjes financiare si një instrument për të rritur mirëqenien financiare të popullsisë shqiptare. Banka e Shqipërisë, siç e tha dhe profesori me të drejtë, nuk e fokuson vëmendjen vetëm tek java e paras, por zhvillon një aktivitet për gjatë gjithë vitit, duke filluar nga viti 2011. Për më tepër këtë vit, Banka e Shqipërisë ka miratuar strategjinë e edukimit dhe përfshirjes financiare, e cila e shikon procesin në tërësi, jo vetëm në njohuri. Ajo ka si objekt ose si vizion që të rrisë mirëqenien financiare të individëve në Shqipëri, por qëllimi kryesor është të mundësoj, pra ti të ngrej njerëzve nivelin, ti edukoj ata, ti mbroj këta njerëz dhe normalisht edhe ti mundësoj që këto njohuri që ata kanë, ti vën edhe Nga janari këtij viti ne kemi tashmë dhe një strategji për edukimin dhe përfshirjen financiare, e cila synon pikërisht të prek grup mosha dhe target grupe nga më të ndryshmet. Pra nuk do kemi në fokus thjesht fëmijët dhe të rinj, por do kemi dhe të rriturit me fushata ndërgjegjësuese, personat vulnerabël, duke ju ardhur në ndihmë atyre me këshillim dhe me informacione pikërisht në fushat dhe në çështjet që ata kanë nevojë. Banka e Shqipërisë që nga viti 2001 ka nisur me iniciativat e saj edukuese që, siç e tha dhe ju, i drejtohen fillimisht më të vegjëlve edhe të rinjve dhe pastaj të gjithë popullatës shqiptare. Më mirë që ne mund të bëjmë është edukimi, jo vetëm edukimi financiar. Unë them që edukimi personal, edukimi, arsimimi, diversifikimi njohurisë, ekspertizës. Ky është kapitali, investimi më i mirë që ti bën për gjithë jetën. Pra, kjo është gjëja që ne synojmë që të përfshim më shumë akoma nga popullata shqiptare, jo vetëm në drejtim përfshirjes financiare, por dhe të rritjes së numrit të produkteve bankare. Rrisia për sistemin financiar, sistemin bankar në të gjithë botën është digitalizimi, marrëdhënia e qytetarëve me bankat në drejtim pagesave elektronike, bardh dhe disa rreziqe. Prandaj dhe slogani i këtij viti për fushatën e edukimit financiar është mbro paratë tua, mbro të ardhmen tënde.